Përderisa Shqipëria dhe Mali i Zi pritet të mbyllin kapitujt negociuese deri në fund të vitit, kurse Moldavia dhe Ukraina të hapin klaster të rinj, kryeministri Hristijan Mickoski theksoi se qeveria do të vazhdojë zbatimin e reformave dhe se vendi do të mbetet i pari në rajon për realizimin e tyre. Ai theksoi se nëse dikush vlerëson se Maqedonia e Veriut duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, qeveria është e gatshme të bëjë gjithçka që është konstruktive, por jo edhe atë që sipas tij është në dëm të interesave të shtetit. Megjithatë, kushti për të bërë pjesë e BE-s, siç tha edhe komisionere e Bashkimit Evropian Marta Kosnëshkup, është që të realizojë ndryshimet kushtetuese, por Mickoski përsëriti edhe një herë se qeveria mbetet në qëndrimin se nuk do të pranojë ndryshime kushtetuese pa kushte, sipas kushteve që siç tha ai i kishte pranuar qeveria e kaluar. Sipas tij, ndryshimi kushtetutës në ato rrethana nuk përbën reformë. Për mua, ndryshimi i kushtetutës dhe pranimi i asaj që ka pranuar qeveria e kaluar nuk është reformë. Qëndrimi ynë është i qartë dhe i prerë. Qytetarët presin nga udhëheqja e qeverisë së Maqedonisë të mbrojë identitetin kombëtar Maqedonas. Pikërisht këtë po bëjmë. Nuk ka asnjë çmim për cilin do të pranonim lëshimet pa kushtezuara. Mickoski foli edhe për ndryshimet në kodin zgjedhor. Ai u bëri edhe sot thirrje partive opozitare të tregojnë përgjegjësi dhe pjekuri politike, duke theksuar se koalicioni i qeverisës tashmë ka harmonizuar qëndrimet për ndryshimet në kodin zgjedhor, ndërsa pret që opozita të dorëzojë një tekst me propozime, të cilin sipas tij qeveria është e gatshme ta pranojë pa kushte. Ne kemi qenë të qartë. Opozita le të angazhojë ekspertët e saj, le të përgatisë tekstin e kodit zgjedhor dhe metodologjinë për një pjesëmarrje më të gjerë të diasporës në votime. Ne do ta mbështesim menjëherë pa e shqyrtuar fare, por as këtë nuk e bën. Kur ne ishim në opozitë, nuk kishim një qeveri që të na jepte një hapësirë të tillë të pakushtëzuar për paraqitur zgjidhjet tona. Në këtë kontekst, Mickoski akuzoi LSDM-n dhe Levicën se po e bllokojnë miratimin e kodit zgjedhor nga frika e humbjes në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sipas tij, arsyetimi se votat diasporës mund të çojnë në manipulim të zgjedhjeve është vetëm një justifikim për të penguar procesin.